Miqë të dashur, po ja fillojmë pjesës së dytë të takimeve tona në kuadër të panajirit tradicional të librit të 17 me radhë. Pak më pari pam edhe krijuesit e antologjisë në gjuhën bosnjake. Kjo do thotë se Prizreni ka karakteristikë dhe Kosova dhe ne si popull shumicë jemi njerëz që i trajtojmë, i duam dhe i pranojmë edhe popujt tjerë që jetojnë dhe bashkëtojnë me ne këtu në Kosovë. Derisa dola prej banesës e kam një fshin që se në pyet ku po shkoj. Jo vetëm mu, po pyet gjithë banorët. Mbrëmje thash po shkoj në festë. Thash çfarë festë? Thash festën e librit. Po shko martohet, thash po martohet libri me lexuesin. Mundeni edhe ju me ndëgju atë, mas do thotë po martohet libri me dëgjues, me lexuesin. E son dhe ku po shkoj në darsën. Pse? I kam 2 vëllezër. E nisi për më të mëdha, mës. Refti Rëshiten dhe Ramadan Rëshiten. Është darsëm sepse po promovojmë një libër të interesant, një libër të mirë, një libër rrëfime të një gazetari i cili përshtypjet e vetë dhe punën e vetë gjatë një jetë të gazetarisë e pati në Kosovë dhe atë aktivitet e vazhdoi nga viti 92 në Malmö të Suedisë. Mi po të flasme për Ramadanin durën e mjanis nga Reftiu, të cilin jo sot e 50 e shumë vite më parë. Shkollën fillore e ka kry në Samadraqën, që ka bëj, pastaj ku ka libra, Rëzonë. Pastaj shkollën e mesme Reftiu ka kry në Prizren shkollën e muzikës, dhe që atëhere unë isha pak më i ri dhe isha në gjimnazit parë, Reftiu ishte maturant, knaqësha me zërin e Reftiut. Ishte një këngëtar, ishte një talent, i cili solli freskia të botë në botën e këngës shqipe. Por Reftiu në ngeli vetëm pëngjitar. Nisi punën në Rilindje, ndërsa Ramadani në Radio Prishtinë, pas edhe në Rilindje, dhe pas Rilindjes Reftiu u bë drejtor i kulturës në Soret, Tiranë dhe i bibliotekës. Jem batar që ditë është se pele gazetarin edhe këngën. Tha, dhe dëgjosh më vonë. Dhe kur kreu mandatin si drejtor i kulturës në Tiranë apo në Sorek, unë shpesher kur shkej Sorek kalin për Tiranë. Në Tiranë apo në Sorek, në Rethin i la 17 shoqëri kultur-artistike. 17 shoqëri. Do thotë ishte iniciator për ringjalljen e jetës kulturore e muzikore në Sorek dhe në Rethin. Por më dhimbse sepse si këngëtar ka pas shumë një perspektivë. Kur e pjesë që s'kam qarë për jetë rrugë dhe juve, pse Refti s'pede në skenë në kjo po. Si drejtor me kravat, me dalë me këndu në këpën. E kreu mandat, ju këty gazetarisë, Refti unë e tregojt vërtetën. Edhe unë komponu në Rilindje, po jem 2 gjenerata pas Reftiu. Dhe me të vërtet, familja Rëshite, nuk përcej mu kap me këta se në 5 vllazër, 6 vllazër e 2 motra. Dhe me të vërtet, jo vetëm në Sorek, edhe në Prizren, edhe në gazetari kosovare ka dhënë kontribut shumë të madh. Refti më i vogël është Ramadani, rrëfimet të një gazetari. Qa ki dash me thonë? Ose se tha dhe ti, ti të drejtoj aeroplanin ose raketën, ti të shkruaj. Tanë kohër kam qenë
gazetari, ka majtë fëmijët me buke, ka majtë familjen me bukën e judë gazetaristët. Se jo që gazetaria është e judë, si profesion është shumë e mirë për sistemi që kemi punuar ne, ka qenë buke e judë dhe fitume me djerëse, me mostama dhe me gjak, po me dajak. Se ishën mësyn policisë, ishën përcjellje çdo hap. Rrëfimet e një gazetari, janë rrëfime drejt për drejtat mia. Kjo është libri im i fundit, i 13 me radhë. Kam shkruar antologji që sukur këta që kishin në gjuhën bosnjake, kam shkruar monografi, kam botuar libra me vjersha, kam edhe një roman të shkruar, por ma i dashuri, ma intimi për mu është ky libri i fundit, sepse prej faqes së pare deri në fundit unë jam prezent aty, ose unë jam autori i shkrimeve cilat i kam ribotuar këtu. Për librin, sigurisht, pa mënyrë profesionale të fletë edhe redaktori, njeri prej redaktorëve të librit, miku im dhe kolegu im Sedat Shabani, i cili ka qenë redaktor në Radio Prishtinë, cilët bashkë me Begjet Maraliu, gjithashtu redaktor në radio, kam pas delen të kem të dytë redaktorë të këtij libri. Por, me 2-3 fjalë të thosha kështu, në këtë libër janë disa shkrime të botuara në lindje që tregojnë guximin edhe dhunën që ka bërë pushteti ndaj Kosovës edhe popullit Kosovës, por edhe guximin ton se si në atë kohë para pyetave kemi arrit që në një farë mënyrë të qerrim maskën okupatorëve serbë. Edhe unë për vetin jo çudit me guximin që kam i pas. Që shtam plot respekt për ata që kanë vepruar në ilegalitet, e kanë shkruar për shembull KR, Kosova Republikë, mirë po kurse gjet autori, s'ka nik, janë shef pas atij veprimi. Kurse ne si gazetar kemi shkruar kundër dhunës edhe kundër pushtetit, edhe nuk kemi mshef, kemi shkruar me emër me mbiemër. Domethënë ka qenë prezente në çdo artikull në shkrimi ynë, ka qenë personaliteti ynë. Këtu janë disa shkrime të cilat unë nuk kam guxuar t'i shkruaj për kohën për cilën bëhen fjalë, ose disa shkrime që redaksia nuk ka guxuar ose nuk ka dashur t'i botojë. Për shkak të rrethanave, kështu që i kam përmbledh disa nga ato shkrime, po ka edhe plot tjera. Interesant është një përvojë, ndërsa ke qenë në radio në kemi qenë në rilindje. Rilindja ka qenë abetarja, dritarja, frymëzimi i popullit shqiptar, jo vetëm në Kosovë, kudo që kanë qenë në ish Jugosllavi. Më këto vitit 84 ishëm me një takim gazetare në Beograd, edhe një drejtori i Borbës thoshte Borba, kujtohet Borba nga që gazetë e madhe, çdo ditë botohet 90.000